Shqipëria i është bashkuar reagimeve ndërkombëtare lidhur me trajtimin e aktivistëve të flotiljes humanitare Sumud, të ndaluar nga autoritetet izraelite gjatë një misioni drejt Gazës. Ministri për Europën dhe Punën e Jashtme Ferit Hoxha ka reaguar pas publikimit të pamjeve nga ministri izraelit për sigurinë kombëtare Itamar Ben-Gvir, të cilat tregojnë aktivistët e ndaluar në kushte të konsideruara poshtëruese. Imazhet e publikuara nga ministri Itamar Ben-Gvir që tregojnë trajtime poshtërues të aktivistëve të ndaluar të flotiljes janë tronditëse dhe të papranueshme. Të gjithë personat e ndaluar duhet të trajtohen me dinjitet dhe me respekt të plotë të drejtave të njerëzit, ligjit ndërkombëtar dhe ligjit humanitar. Ai theksoi se Shqipëria kërkon respektim të plotë të standardeve ndërkombëtare të trajtimit të çdo të ndaluari, pavarësisht të rrethanave të ndalimit apo akuzave që mund të ngrihen ndaj tyre. Ministri Hoxha bëri të ditur gjithashtu se ka ambasadën e Shqipërisë në Tel Aviv që të ndjek nga afër rastin e shtetasit shqiptar Baki Goxhaj, i cili ndodhej mes aktivistëve të ndaluar nga forcat izraelite. Kam udhëzuar ambasadën tonë në Tel Aviv që të mbetet në kontakt dhe koordinim të ngushtë me autoritetet izraelite në mënyrë që të sigurohet që qytetarit tonë t'i ofrohet ndihma e duhur konsullore sipas nevojës në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Rasti i flotiljes Sumud ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe ka shkaktuar reagime të shumta diplomatike pas publikimit të pamjeve nga ndalimi i aktivistëve. Pamjet janë kritikuar edhe nga Italia, e cila ka thirrur urgjentisht ambasadorin e Izraelit në Rom për sqarime lidhur me trajtimin e protestuesve dhe rrethanat e ndalimit të tyre në ujërat ndërkombëtare.